Një ligj I posaçëm për vijën bregdetare të vendit. Është angazhuar kështu Edi Rama gjatë zhvillimit të tryezës për çështjet e pronësisë të organizuar në Himar. Tryeza e grupit punës është zhvilluar në zemër të një zone ku problemet me pronësinë janë shumë të mprehta. Edi Rama gjatë tryezës është shprehur se nuk mund vazhdohet më me arrënime të ligjeve të pronësisë. Në vend janë 8 institucione që presupozohet të japin zgjidhje problematikës së pronës, por që në fakt e thellojnë më tepër konfliktin dhe mbivendosin problematikën e qytetarëve. Konkretisht, unë besoj që ne na duhet dhe ne do ta bëjmë sapo të vim në qeveri një ligj për vijën bregdetare të Shqipërisë. Një ligj I posaçëm për vijën bregdetare do të thotë që e gjithë problematika e zhvillimit në vijën bregdetare të trajtohet në mënyrë të posaçme. Vija bregdetare është një pasuri e madhe kombëtare ku padyshim duhet harmonizuar interesi kombëtar me interesin privat, ku padyshim duhet zgjidhur problemi I pronësisë dhe I konfliktit pronësisë për të hapur rrugë një zhvillimi të qëndrueshëm, po ku në të njëjtën kohë askush nuk mund të ketë drejt që në emër të interesave të tij private të cënojë një plan të integruar të zhvillimit të vijës bregdetare. Gjatë fjalës së tij, duke folur me qytetarë të interesuar drejt për së drejti në zgjidhjen përfundimtare të problemeve të pronësisë në Bregdet, Rama ka treguar disa hapa konkret që Partia Socialiste do të kryejë në qeverisje. Vija bregdetare duhet vendosur në një ligj të veçantë dhe I duhet dhënë një status I veçantë. Dhe duhet qeverisur nga një agjenci kombëtare e vijës bregdetare dhe duhet mbrojtur nga patrulla të posaçme për vijën bregdetare. Kryetari I Partisë Socialiste ka argumentuar se në qeverisjen e socialistëve, ligjet do të hartohen sa I takon çështjes së pronës dhe përkatësisht pronës në Bregdet në bashkëpunim dhe duke vjel mendimin e komuniteteve që jetojnë në këto zona. Po ashtu, lideri socialist ka vënë theksin edhe tek fenomeni I tjetërsimit të pronës. Mungesa e shtetit dhe braktisja që shteti I ka bërë detyrës mbi vijën bregdetare ka sjell që kjo të jetë toka e askujt dhe o burra, kush është më I zoti, kush është më I fortë, kush është më I lidhur, pushton pjesën e tij, bëhet e pronar, ndërkohë që I ka pasur në Alpe stërgjyshrit e gjyshrit e prindrit, shfaqet këtu si pronar I vjetër. Edi Rama është angazhuar së bashku me grupin e punës së programit se Partia Socialiste në qeverisje do ta çminojë Bregdetin nga konfliktet e pronësisë. E gjithë tryeza u konceptua si një bisede e gjerë mes qytetarëve të interesuar, të cilët dëshmuan për probleme të mbartura në 22 vite, që asnjë qeveri nuk ka marrë përsipër të zgjidhë dhe ku konfliktet sa vine thellohen. Ata folën për njerëz të quajtur dhunshëm si pronar pa asnjë dokumentacion, për çoroditje në ligje dhe amulli në agjencitë shtetërore që merren me çështjet e pronës. Kryetari I Partisë Socialiste ishte mjaft konkret në propozimet që Partia Socialiste shtron si alternativë për t'i zbatuar në qeverisjen e nesërme të vendit. Ai po ashtu ishte shumë I drejtë për drejtë me qytetarët e interesuar në zgjidhjen e problemeve të pronësisë, kur tha se vota në zgjedhjet e ardhshme nuk duhet jetë ideologjike, por një vot për Bregdetin. Në Bregdet, zgjedhja e ardhshme s'duhet të ketë vot ideologjike. Për asnjë arsye në botë. Po duhet të ketë një vot përbashkët për Bregdetin. Për Bregdetin si e duam. Për Bregdetin që të jetë një vend ku të bjerë në paqe populli me këtë çështje të tmerrshme të konflikteve të pronësisë. Dhe ku secili të pranojë të bëjë pjesën e vet të kompromisit dhe për Bregdetin ku realisht të ndërtojë një zonë të tërë turistike shqiptare të bukur. Të mos lejojmë më pallate e historira gryresh e shkatrimesh e prerje ullinjsh masivisht,
e munges uji, e munges kanalizimesh, por t'i japim një drejtim krejt tjetër dhe ka ende kohë për ta bërë këtë. Do realizojmë shembuj të bukur zhvillimi. Do kthejmë shtetin në krye të detyrës. Është angazhuar kryetari Rama në këtë tryezë mjaft energjike, me pyetje përgjigje nga qytetarë të interesuar që kanë probleme 22 vjeçare të pazgjidhura lidhur me pronësinë e tokës.